Një tjetër operacion për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar ka çuar në pranga 2 shtetas të dënuar nga autoritetet italiane. Brenda 24 orëve, policia e shtetit finalizoi 2 operacione të koduara në Kavaj dhe në Durrës, ndërsa të arrestuarit akuzohen për trafik narkotikësh, plagosje të rëndë dhe armbajtje pa leje. Në Kavaj u arrestua 48 vjeçari Saimir Dakoli, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane. Sipas policisë, gjykata e apelit e Venecias e ka dënuar atë mbi 7 vite 4 muaj burg për trafikim të lëndëve narkotike, ndërsa i kanë mbetur për të vuajtur mbi 6 vite burgim. Ndërkohë në lagjen numër 1 të Durrësit u kap 47 vjeçari Elton Stafa, i njohur dhe me disa identitete të tjera. Ai ishte në kërkim nga drejtësia italiane dhe rezultoni dënuar nga gjykata e apelit në Milano me 5 vite 7 muaj burg për plagosje të rëndë me dashje, mbajtje të sendeve të vjedhura dhe armbajtje pa leje. Policia bën me dije se vijon bashkëpunimi mes Interpol Tiranës dhe Interpol Romës për procedurat e ekstradimit të 2 të arrestuarve drejt Italisë.